është provoku në mënyra ndryshme duke me racizëm, si dhe ka ardhë si pasoj e kësaj të lëvija u ardhë një ndërhyrje, ku pas një konflikti, prindi mbrapa portës atë që shihet futet në fushë dhe e godet direkt lojtarin ton Belginin. Pra Fushosova, sot jam këtu si përfaqësues i klubit Fushosovës, për të ardhë dhe për të shpresu që këto dukurinë negative të jetë e para dhe e fundit në futbollin, pasi që në futbollin e Kosovës racizmi nuk ka vend, as në futboll, as në shoqëri. Duke parë parasysh se klubi i qëndron afër Belginit gjithmonë, sepse Belginin e kemi një djalë qytetit i cili me vitet e tëra ka qenë një shikus dhe ka shpreh dëshiren për me qenë pjesë e klubit futbollistik Fushosova, ku drejtori, duke falenderu njëkohësisht drejtorin e shkollës futbollit, deri tek presidenti i klubit, ku ja kanë mundësu që ky me qenë pjesë e klubit dhe mundi i njëjtë si me të gjithë. Pra, duke shpresu që... Që sa vite është pjesë e shkollës futbollit Fushosova? Belgin Jashari është për vitin e 4 pjesë e klubit Fushosovës. Vitin e 4. A ka pasur edhe më herët të tjera raste? Belgini gjithmonë është i bullizuar ose i fyer. E çfarë ka bërë klubi t'i ndaloj këtu? A keni marrë një hap që t'i ndaloni këto sulme ndaj Belginit? Kemi kontaktu gjithmonë me organet përkatëse, Federatën e Futbollit, Lidhjen Rajonale, të cilat gjithmonë na kanë qenë me dënimet e tyra, kanë dënu klubet, po kjo sulmet me racizëm janë të dëmshme. Okej. Shpëtim, si e cilëson këtë rast, dhe çfarë mund të themi se e përket tyre